Islami jon na mëson që ne përpos optimizmit, përpos fjalës mirë si na tha pejgamberi sa, ne ta aktivizojmë edhe lutjen. Se edhe lutja dhe duaja është një mekanizëm i rëndësishëm, është një mekanizëm i fuqishëm që ndihmon në këto rrethana. Edhe lutja është një mekanizëm shumë i rëndësishëm edhe karshi kaderit. Neve na mëson Islami se ndonjëherë sikur na mëson pejgamberi sa, ndonjëherë atje lart në qiell kaderi dhe lutja kanë konfrontim. Ndonjëherë lutja e mund kaderin, ndonjëherë kaderi e mund lutjen. Po e zojmë, një njeri ka një kërkesë. Dhe për atë kërkesën që ai po mendon që është e mirë për to dhe jetën e tij dhe familjen e tij, ai ka vendosur që edhe ti lutet Allahut me arrit atë kërkesë. Përpos atyre tjerave që duhet me i kryer njeriu që janë detyre njeriu, ai e aktivizon edhe mekanizmin e lutjes. Dhe ndodh që lutja edhe e mund kaderin, po ndonjëherë mund të ndodhë, si thot pejgamberi, caktimi i Allahut është kundër asaj lutje, në kuptim të asaj që nuk realizohet ajo çfarë ti po e kërkon. Kur jemi tek lutja, është shumë më rëndësi që në mënyrë racionale ne ti artikulojmë lutjet tona. Ndonjëherë ne lutemi edhe pa dhe dije. E sidomos kur je në moment të vështirë, sidomos kur sfidohesh ose kur e ke një moment të pakëndshëm, më lejoni këtë të marr një shembull shumë konkret. Ndonjëherë prindrit në përgjithësi, e ndoshta nanat në veçanti, dua të bëj kujdes se mirë po duke patur parasysh se nanat janë tërkohen më të sfiduara në raport me fëmijët. Mirë po edhe prindrit në përgjithësi, edhe baba. Mirë po nana në veçanti, ndonjëherë nanat nga sfidat që i përjetojnë prej fëmijëve të tyre, nga kërkesat e shumta që kanë prej fëmijëve të tyre, edhe nga lodhja e madhe, ndonjëherë nanat edhe mund nga goja dhe nga gjuha e tyre të dalin edhe fjalë të pamatura për fëmijët e tyre. Nga lodhja. Po më vjen vështirë të them ndonjëherë nanat edhe mund t'i mallkojnë fëmijët e tyre. Luten në mënyrë të gabuar. Ose ne në përgjithësi, ndoshta edhe në momente kur jemi në stres, ose edhe në momente kur dikush ta bën të padrejtë. Që po e marr një shembull ndoshta shumë të thjeshtë, në komunikacion. E ke një takim, komunikacioni i dendur, kallaballak, dhe ti për një moment e shet që dikush pa qëllim po ta zën rrugën, nuk po t'jap ty përparësi, dhe në ato momente paramendon nëse ti lutesh diçka të mërshëm për atë njerëz. Paramendon nëse ti i thosh Zoti të vroft. Ti nuk po i thosh me vetdije, nga se ti në këto momente nuk je racional. Po ti pse ai ta zoni se ti e ke terminin edhe të kanë mbet vetëm edhe 5 minuta, e ke kohë larg. Dhe ai nuk e ka idenë se ti tani ke një termin, ai nuk e ka idenë se ti tani je vonë dhe ta ka zonë rrugën. Dhe ti për një moment i the Zoti të vroft. Vëllezër dhe motra, sa nevojë kemi ne që karshi duas të jemi të vetëdijshëm dhe të kujdesshëm dhe të mos lutemi kundër njerëzve, po të lutemi për njerëzit. Shiqoni, ka dallim. Të mos lutemi kundër njerëzve, po të lutemi për njerëzit. Dhe nëse ti po e zojmë në qatë moment sikletshëm, sa dallim të madh ka ti kur i thush Zotit vrafт dhe sa dallim të madh ka nëse ti i thush Zotit drejtoft, Allahu ta jaft hajrin, po ti nuk mu duftë tani në këto momente këto. Shiqoni? Se mund të jetë momenti në kuptimin e kaderit dhe racionalitetit, mund të jetë momenti kur pranohet lutja. Dhe pastaj ki mu pendu ti, qoftë për familjarin, qoftë për mikun, qoftë edhe për njëri tjetër, se ti nuk ja ke dëshiru, ti në fakt nuk ja ke dëshiru ato çfarë ka dalë prej gojës. Mirë po ja që për një moment ti nuk ke qenë racional. Për një moment ti nuk ke qenë i arsyeshëm. Për një moment kërkesa dhe lutja dhe duaja jote nuk ka qenë e arsyeshme, ka qenë e ngutshme. Mirë po ja që ndodhi. Prandaj shumë duhet jemi të kujdesshëm në këtë aspekt kur jemi tek kaderi dhe racionaliteti, kaderi dhe arsyeshmëria, kaderi dhe duaja e kështu me radhë.